Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Falëndrimet që burojnë nga thellësia e zemrës tonë nuk i takon askujt tjetër përpos Allahut fuqiplot. Vetëm Allahun e madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa salavatet të përzemërta i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në shkatrimin e këtyre botrave. Të nderuar teleshoqjues TV2, pikëpari va uroj muajin e bekuar të Ramazanit. Shpresojmë që të kalojmë një Ramazan të këndshëm me agjerime të lehta dhe më në fund të përcjellim musafirin ashtu siç i ka hije. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlar thot: Inna akramakum indallahi atqakum. Fjala Allahu xhalla xhelaluhu në këtë ajet madhështor, unë do të mundohem shkurtimisht se si duhen të edukohen besimtarët e besimtarët, përgjithësi anë kam botës ku janë, në mërgat apo në vendlindje, se çka mund të përfitojmë nga agjerimet që do të kena në muajin e bekuar të Ramazanit. Ajetin pak më para që e lexova, duhet të elaborojmë mirë, duhet të hulumtojmë mirë, se me të vërtet Allahu xhalla xhelaluhu thot e s'ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që është më i devotshëm. Domethënë këtu ku e përmendëm devotshmëria është një gjë që nuk blehet, por kjo arrihet me punë. Për me arrit me qenë i devotshëm, Allahu xhalla xhelaluhu në disa vende e ka përmendur atë me fjalën tettekun që ne ta përfitojmë takwan. E edukimi i shpirtit është që secili prej neve që jena të agjerueshëm në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me nis prej gjymtyrëve të trupit, zemra, mendja, syt, e gjithë ajo çka është në brendin e asajna që ne duhet të largohena, e më pas që të lëmë një shembull, pavarësisht se pas neve kush janë dhe çka janë dhe besime çka i kanë, dhe të arrijnë që këtë muaj të bekuar të Ramazanit ne të lëjmë një simbol, të lëjmë një shembull të mirë që në të ardhmen ato që do të jenë pas nesh të kenë një krenari dhe një knatësi. Ajetin që e lexova, me siguri se Allahu xhalla xhelaluhu këtu e përmend devotshmërinë, e më pas edhe sabrin. Për me arrit të jesh i agjerueshëm tan ditën, me siguri se duhet sabër, por më pas duhet njeriu që vetëm me fjalë nuk mjafton, por duhet vepër e punë. Për me arrit atë që duhet dhe të përcjellë këtë Ramazan ashtu siç duhet, me siguri se sabri i njeriut, sabri i agjeruesit, sabri i gjithë atineve që është domethënë një armë e fortë apo e fuqishme që me atë mund të arrijë atë që duhet. Për atë edhe Allahu xhalla xhelaluhu, nëse i respektojmë këta ligjet, nëse i respektojmë fjalët e Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu fuqiplot më në fund thot fesanezidul muhsinin, Allahu na i shtoft të mirat apo i shton të mirat ata të cilët i kanë zbatuar ligjet e Allahu xhalla xhelaluhu. Hulumtimi i ajetit, elaborimi i sajna, me tefsiret, me gjithë ato brendin e sajna që ka ngërthen, me siguri se kjo kërkon hulumtim, studim, kërkon arsim në të ardhmen që secili prej neve kur ta spjegone këtë ajet, secili ta marrë atë mësimin e duhur. Por mësimi më i mirë çka është që ne arritëm këtë Ramazan, por diçka të lëjmë që pas neve çka të vinë ata,
të lëmë gjurma të mira, gjurma të shëndosha, gjurmë që secili të flasë dhe të thotë me të vërtet i kishte hije Ramazani atineve që agjerojshin besimtar e besimtare anë e kam botës ku kanë qenë, por ato e kanë respektuar fjalën e Allahut, edhe Allahu xhallal xhelalu më në fund i ka shpërblyer me shpërblimet e tija të pakufishme. Më në fund e lutim Allahun xhallal xhelaluhu që Ramazani të jetë për të gjithë agjeruesit një Ramazan i lehtësisë, i paqes, i mirësisë, i bekative dhe Allahu xhallal xhelalu i ndihmoft anë kam botën musliman ku janë. E më në fund përsëri e lutim Allahun xhallal xhelaluhu që neve na shtoft devotshmërinë e që të arrijmë të përcjellim musafirin me sabër e më në fund të lëjmë gjurma të shëndosha që secili prej neve të jetë i kënaqur. E lutim Allahun xhallal xhelaluhu përsëri me emrat e tij të bukura që ky Ramazan të përfundoj ashtu siç i ka hije dhe më në fund sadakaja, fitreja çka është, mos të harrojmë asnjëherë medresen, se medreseja është ajo që neve na ka arsimuar dhe më në fund gjitha ato sadakate fitres çka janë dhe zeqate çka janë, le të mendojmë më shumë për medreset tona ku ne kena dalë prej asaj vatre apo prej asaj shkolle. Me kaq e përfundojmë lillahi l-Fatiha.